mund të mos vlerësojnë përpjekjet tuaja, por nuk mund të shpërfillin buzëqeshjen tuaj me bardhësi vezulluese. Orbit White Spearmint, për dhëmbë më të bardhë. Në qendër të Tiranës, te Kish Kinema 17 nëntori, do të gjeni mallra origjinale italiane. Bonus, supermarketi më i ri në kryeqytet. Bonus, të gjithë dalin të fituar. Juve? 500 gram salam të lutem. Tjetri? 500 gram salam EHV. Si urdhra. Të thuar salam nuk e thën asgjë. Salam EHV po. Është tjetër gjë. EHV do të thotë salam i freskët, i shishëm, i garantuar. Juve? 500 gram salam EHV të lutem. Ah, jo thjesht salam. EHV. Eduard Selami, ish kryetari i Partisë Demokratike, flet për herë të parë, 12 vjet pas shkarkimit. Unë si kryetari i Partisë Demokratike, në sa mënyrë të zgjidhni postin e kryeministrit. Ky mendim nuk u nda nga shumica, janë ato ngjarje tragjike për gjithë kombin. Do mendoj që faktikisht kjo lojë me interesat e vendit është luajtur. Pra pas skenat e largimit të fytyrës perëndimore të Partisë Demokratike, jeta në Amerikë dhe deklarata për rikthimin në Tiranë, qëndrimi përfundimtar për raportin politik me Berishën dhe zgjedhjet e humbura nga Partia Demokratike në 18 shkurt. Kush duhet të mbaj përgjegjësinë? Kush duhet të largohet? Shpërthimi i Eduard Selamit në një intervistë gjatë dhe ekskluzive në Sokol Ballën në Top Story, sonte ora 21.